Prej më shumë se një viti, sportistët që përfaqësojnë ekipet në varësi të Komunitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar nuk kanë marrë pagat e tyre. Një mësues që e prek problemin në fjalë, shkrua se ka marrë vetëm 2 muaj rrogë dhe më pas pagat janë ndërprer pa asnjë shpjegim dhe pa asnjë zgjidhje. Pavarësisht se problemi është përmendur më herët, asgjë nuk ka ndryshuar. Sportistët ndihen të braktisur dhe pa asnjë mbështetje institucionale, ndërkohë që vazhdojnë të stërviten e përfaqësojnë vendin me përkushtim duke u përballur me vështirësi ekonomike. Ata kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të marrin sa më shpejt pagat. Komuniteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, Ministria e Arsimit dhe Sportit duhet të reagojnë. Përshëndetje, se di në mund në ndihmoni, është bërë një problemi pas zgjidhur, por ne s'dim ku të drejtohemi pasi kemi një vit pa marrë pagat nga koksh për ekipe sportive. E keni cekur si problem para të ditësh, por pas zgjidhje, vijon mos pagimi për një vit. Të lutem anonim, është hera e parë që shkruaj te ju, dhe se di se si veprohet më tej. Vetëm 2 muaj rrogë kemi marrë dhe në vijim asgjë, shkruan denoncuesi në mesazhin e tij.